e kanë asnjëna prej tyre. Po i friksohen zgjedhjeve. Jetona mendon edhe ti që opozita po i friksohet zgjedhjeve, duhet të qëndrojë opozita për çfarë do emri që të jetë të qëndrojë në soll për të bërë kurrumin presidentes? Unë nuk besoj që opozita tash të vesh mund të bëjë lëra politike, ka pas fatin në dorë dhe për ta shantazhuar zotin Kurti me mos zgjedhjen e kryetarët Kovendit dhe mos zgjedhjen e qeverisë, ka pas mundësi, po edhe opozita e përçame dhe nuk kanë mujt me da kulashin pe kërkesat noje, që dekreja për dekreja dhe akreja, se po t'jakshin votu dhe në gjithë qysh në seancën e parë, dhe qeverin atëherë i pas në dorë dhe kishën bujt politike me ta, dhe atë ko ka kaluar dhe ta Kurti në dispozicion shumë akmirë se ta, dhe besoj që edhe eksponent e LDK-s ka thonë, presidenti apo president kalë dekreja dhe kje shumë që qartë, dhe zoti Kurti ja ka bo me dije zonës Osmane gjatë intervistat të fundit, ka thonë që une nuk ka mujt mi bohe 61 mandate me bo 80, dhe besoj është mesazh shumë është i qartë dhe që shtot populli arta në zhërave vëllë të pane rrë një, dhe nëse zonja Osmane se ka kuptuar mirë Albin Kurtin me atë intervjist që ka thonë, nësë ka mujt me bo 60 mandate për të udhëhequr qeverin e 80 e kam shumë që kjo është s'do koment, po ato përvajtje dhe zonjës Osmane punën dhe angazhimin sa dhe me stafin e saj është kuptueshme dhe çdo njeri kish mund me bëra gjë.